sa pajtohen prindrit e onës me ardhë onën në Itali, a janë mbështetës në këtë? Se nuk është shumë e lehtë me lënë që të vjetë me djallë, me shku jashtë. E vërtet, por mendoj si çdo prind për fëmin e vet mundohet për më të mirën, kështu që nëse do kishte një punë të mirë, do ishin shumë të lumtur, madje pse mos I mirrnim dhe ne atje. Sa mirë. Kështu që si dihet jetës. Imagjinoje titullin e portalit, nuse si Greta, I merr vjerit me. Pse jo? Të bashkohemi të gjithë për mamin e bashkë. Gretës është një person shumë edhe unë kam pozitiv, kontaktuar. shumë e dashur me të gjithë, është jashtëzakonisht e respektueshme edhe e përshëndes shumë. Edhe motrën e Gretës, babin e Gretës, këtë familje, se ta Ju dua shumë faleminderit. Mirë dhe përshëndetje. Dhe një dojë në Itali. Jo se janë prindrit e mi, por realisht janë shumë prindër shembullor, shumë të dashur me këmbë në tokë, edhe se nuk jam përfshirë shumë, nuk është për folur, sepse unë kam dashur t'i mbaj më privat. Në privatësi, edhe nuk jam mësuar, domethënë me mediat, kështu që kam pak problem. Po je pasqyra asaj edukate, Greta, s'ka s'kush me dalë ndryshe. Sa po ke kohë me kalu me ta? Se di që je shumë larkë her pasere. Jo shumë. Ups. Edhe po shtyro edhe veç në këshësha. Qëtu të karo ajo pjesa tjetër. Ja, s'ka problem. Live-i ka këto tani, s'ka që. Me ju sa herë nga ka ndodhë. Po, edhe Selinat natë që ishte në emisioni Karofo. Vërtet, dhe Juve unotave. Shpirti jo mbi njak. Të gjithat përbashkët, e mund shme. Shumë pak ko më bje me thënë drejtën edhe disa herë më merr shumë ma. Jo disa herë, por çdo ditë. Edhe kam përjetuar shumë do me thënë këte ndarje në thonjza nga Italia në Shqipëri, sepse unë kam jetuar gjithmonë me ta edhe kur kam ardhur këtu në Tiranë vetëm, ka qenë shumë e vështirë për mua. Madje disa herë më vinte me qajt, por nuk doja ta shfaqja atyre sepse mërzite normalisht prindër.